Do shohim pak me që na u shombe dhe pista e Formula 1. Dgjoj, unë dua ca video, tani të lutem regjia. Do doja ca momente deliri të Ramës me një kolon zanore apo jo? Jo, pa kolon zanore, vetëm me fjalët që thot vet. Ramën me Gledian Latjen, Ramën Elbasan për Formula 1, Elbasan në artën europiane. Më jep të lutem, për shembull, ma jep pak 11 si fillim. Një kopa të Victoria është ajo ndej, no? Është Victoria është krau tjetër, është Victoria bismë në shkumbim, ajo është 2.5 km. Do bërë projekt klas motoror në kuptimin edhe të peizazhit, ana e shëndetore, se gjithë infrastrukturës së brendshme. Kështu është fantastike, kjo Toskana, moj. Toskana. Toskana, është Toskana. Po, çfarë do të dëgjojmë në kimet e këtij? Është Toskana, është dhe Toskana. Që do të thotë këto s'kan rrugë. Këto s'kan anë, s'kan. S'kan këtu, s'kan rruga. S'kan lumi. Nëse ecim me të tjera video për shembull legjendare. Ta shohim pak në një tjetër rrugë të shëmbur, zona Elbasan Pogradec, 12-ën, kur fliste për rrugët e mandatit 4. Sa bukur. Me që jemi në mandatin e 4. Në mandatin e 4, ne do të çojmë deri në fund të gjitha ato që i kemi thënë dhe i kemi nisur. Korridorin blu, i cili do të jetë i gjithi si aksi Tuman Kashar, nga Murishani deri në Kakavi. Korridorin e 8. Pauzë për duar që po trokitje. merr formë aktualisht në një pjesë ti në zonën Elbasan Pogradec dhe me radhë të gjitha tjerët, se po t'i numërojmë punët e nisura, kantierët e hapura, financimet e gjetura dhe të vëna në dispozicion që presin garat, do duhet të rrim deri nesër për t'i numëruar. Ja mos e t'i numërojmë shpejt. Me që përmenda Elbasanin, brenda mandatit 4, edhe pistën e garave të Formulës 1 në Elbasan. Dhe do ta fusim në Shqipërinë edhe në klubin prestigjos të shteteve organizatore të Formulës 1, me 1 miliard shikus në një ditë të diele. Dorsa nuk e meritonim. Qa t'ju them, nuk kam nevojë. Kam nevojë për një sedaton tani, se nuk e përballoj dot gjithë këto gara me makina, gjithë këto rrugë ku ecet me 190, si autobanet e Gjermanisë, që shkojnë prodhuesit e makinave të gjithë botës, shkojnë në Gjermani për të provuar makinën në rrugë. Dhe më tej kalon në Elbasan për ta. Në Elbasan është për kolaudimi final. Gjen dhe klientë aty në Elbasan për t'i shitur ato makina. Edhe pyesin, a kanë një rrugë tjetër të tillë të ngjashme që të mund ta organizojmë vitin e ardhshëm? Po thonë, vazhdo për prenjas. Ec për prenjas me frenadore. Unë në kryqëzim apo jo? Në fakt, Pogradec. specifikisht rasti. Sedaton ndërkohë, sedaton të shqetëson. Është një shqetësues nervor që ndikon në sistemin nervor për të sjellë një gjendje relaksi dhe lehtësimi që përgjithsisht përdoret para procedurave mjekësore ose stomatologjike, si për të reduktuar dhe zbehur sadopak atë frikën apo ankthin, po dhe në momente tjera ku trupi ka thjesht nevojë të çlirohet nga tensioni i ditës. Shumë persona mund ta përdorin para gjumit, thonë që është shumë i dobishëm gjithashtu. Në ndikimin e sedaton çfarë ndodh? Muskujt relaksohen, frymarrja bëhet me rregull, mendja dhe trupi gjejnë ekuilibrin e duhur. Edhe jo, me atë rast harroni që s'keni ujë, s'keni rrugë, s'keni drita, me shumë mundësi brenda këtij mandati s'do ketë asnjëri pronë më. Me siguri. Kështu po vendoset, megjithatë mendoni pak në këto momente, bëni në rutinë mëngjesore, çik kafe, çik kështu, ne rikthehemi. Vetëm pas pak do të kthehemi. Qëndroni me ne.